Atë që Zoti Berisha, një pyetje në lidhje me çështjen e zotit Veliaj, duke parë situatën në bashki, përplasje mes tyre ashtu siç e denonconi edhe ju. Po pret Edi Rama 12 maj për ta shkarkuar Veliajin apo mund ta shkarkoj para 12 maj nëse ka tensione sërish mes tyre? Edi Rama në fakt e ka shkarkuar Erion Velin, dje ka firmos vendimin. Por kompromisi ishte që Erion Veliaj të bënte mea culpa, ta shpalte keq kuptim firmën dhe vendimin, çka tregon që o ja çuan atë Xhebrailin në qelia, se ç'ndodhi me të kush e merr vesh, më thap jo. Por Edi Rama vendimin e ka në Keni informacion apo deduksion? Jo, nuk e kam deduksion. Qytetarë digital flasin qytetarë digital. Tani sa ata 100% mojë edhe devjojnë pak, po pak të shumë thonë. Dhe një pyetje të fundit, zoti Berisha, kryeministri Rama dje në takimin me strukturat e tij e ka quajtur PD-n aktuale më të dobët se sa PD-n kur drejtoi nga Lulzim Basha. Madje sipas projeksioneve të tij, në 11 maj PD do të ketë rezultat më të dobët se sa në 2021. Ka një idil tani me Lulzim Bashën. Zoti ja u shtoft. Çfarë do të ndihmoj Basha, e kanë idil tani. E ka a di ç'bën apo jo? Manjak. Merr studio të ndryshme në telefon e u thot mos më harroni atë komunikimin që kam me Bashën. Se do të mbuloj këto të gjitha, do të mbuloj me fasadën Basha. Do të mbuloj faktin që s'pra qëtë asnjë program, as kërkum. Vetëm nxjerr një pasaport nga xhepi që ja kripen në Bruksel. Ja kripen pasaportin. Zoti Berisha, apo punon zoti Rama për nxjerr, po punon zoti Rama për të nxjerrë deputet në Tiranë zotin Basha, po thoni? Po e përdor, po e keq përdor, kaq them unë, po ajo është puna e tij, po e keq përdor sepse i pllakosur nga këto super skandale, i zhveshur nga mundësia për të paraqitur një program i diskrituar, tani kujton se si hokatar. Jo e keni dëgjuar këngën Unikatilit, s'keni dëgjuar këngën, jo po kështu, jo po ashtu, dhe mendon se në këtë mënyrë tërheq vëmendjen e qytetarëve nga mungesa e alternativës, nga seriali Narcos që po zhvillohet e tjerë, po këto janë të kota. Natyrisht edhe e keq përdor, po puna e tyre ajo, s'është puna imja. Faleminderit.